Ky është segmenti rrugor ku autostrada përfundon pa asnjë sinjalizim paralajmërues. Drejtuesit e automjeteve të cilët nuk e njohin këtë rrugë mund të vazhdojnë lëvizjen duke menduar se autostrada vazhdon, por në fakt ajo përfundon papritur. Pikërisht, mungesa e tabelave informuese dhe e sinjalizimit të duhur dyshohet se ka çuar në aksidentin tragjik të 3 shtetasve të Kosovës. Pas aksidentit tragjik në këtë pjesë të rrugës, ende shiheshin gjurmë që tregojnë për përplasjen. Pjesë të veturës së dëmtuar, mes tyre edhe një retrovizor i thyer, kanë mbetur pranë rrugës, ndërsa në asfalt dallohen shenja frenimi që tregojnë për përpjekjen për ta ndaluar automjetin në momentet e fundit. Duke qenë se ky segment përfundon papritur dhe nuk ka dalje, çdo gabim në orientim mund t'i ekspozojë automjetet ndaj rrezikut të daljes nga rruga dhe rënjes në humner. Pikërisht në këtë pjesë të rrugës humbën jetën 3 shtetas të Kosovës, ndërsa rrethanat e plota të aksidentit mbeten objekti hetimeve. Detaje për ngjarjen ka dhënë Ministria e Punëve të Brendshme. Paraprakisht, në ora 13:40 në stacionin policor Bit Pazar, një shtetas i Kosovës kishte raportuar se 3 persona ishin zhdukur, ndërsa kontaktin e fundit me ta e kishte pasur më 18 korik 2026, rreth orës 22:15, kur ata ndodheshin në aeroportin e Shkupit. Ndërkaq, ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Florian Qehaja, ka njoftuar se ambasada është angazhuar për kthimin në Kosovë të trupave të pajetë të 3 personave që humbën jetën në aksidentin e rënd pranë pikëkalimit kufitar Hani i Elezit Blac. Po ashtu, edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme, Astrid Iseni, ka shprehur ngushëllimet e tij për humbjen tragjike të 3 shtetasve të Kosovës.